Gruaja milionere u poshtërua nga trashëgimtarja e bardhë me tort. Minuta më vonë. Ajo mbylli marrëveshjen 4 miliardë. Salla e madhe e hotelit luksoz në Manhattan shkëlqente nga dritat kristalore që vareshin nga tavani i lartë. Çdo detaj ishte menduar për të impresionuar. Tapetet persiane, lulet e freskëta nga Holanda. Kamerierët me doreza të bardha që lëviznin në heshtje si hije elegante. Ishte një nga ato mbrëmje ku njerëzit e fuqishëm vinin jo për të festuar, por për të parë, për të treguar se kush ishin dhe sa vlente emri i tyre. Midis këtij deti kostumesh të shtrenjta dhe fustanesh të dizajnuara posaçërisht, qëndronte Ariana Kelmendi, një grua rreth të 40-tave me lëkurë të errët, sy të mprehtë dhe një qetësi që nuk bërtiste, por sundonte. Ajo nuk ishte ardhur për shfaqje. Ariana ishte aty për biznes. Ishte dhe themeluese e një prej kompanive teknologjike më të shpejta në rritje në botë. Një kompani që shumë kush e njihte, por pak e dinin se kush ishte mendja pasaj. Ajo nuk mbante bizhuterit të tepruara, vetëm një orë klasike dhe një unaze thjeshtari. Fustani i saj i zi ishte elegant, pa logo, pa shkëlqim artificial. Ariana nuk kishte nevojë të bërtiste me pamjen e saj. Ajo fliste me rezultate, por jo të gjithë në sallë mendonin kështu. Nga ana tjetër e sallës, Charlotte Hitmore po qeshte me zë të lartë, e rrethuar nga miq dhe investitor. Ajo ishte trashëgimtarja e një perandorie të vjetër financiare. Para të trashëguara, emër i trashëguar, pushtet i trashëguar. Charlotte ishte e bukur në mënyrën klasike që revistat adhuronin. Flok bjonde perfekte, buzëqeshje e stërvitur dhe një vetbesim që vinte jo nga puna. Por nga fakti se kur nuk ishte munguar asgjë. Sytë e saj u ndalën tek Ariana. Ajo ngriti vetullat lehtë dhe u përkul drejt shoqes së saj. Kush është ajo? Pyeti me një ton që nuk kërkonte vërtet përgjigje. Mendoj se është një sipërmarrëse. Nga nuk e di, diku jashtë, u përgjigj shoqja me përçmim të fshehur. Charlotte qeshi. Sa interesante që i lejojnë të gjithë të hyjnë këto ditë. Në atë moment një kamerier kaloi pranë tyre me një tabaka ku ndodhe një tortë e madhe, e dekoruar bukur, simboli përvjetorit të fondacionit Hitmore. Ishte torta e mbrëmjes, qendra e vëmendjes. Charlotte, e shtyr nga një ndjenjë e rrezikshme superioriteti dhe dëshira për të treguar pushtet, pati një ide që i dukej argëtuese. Shikoni këtë, tha ajo, duke marrë një copë të vogël kremi me gisht. Ariana po fliste me një investitor aziatik, duke shpjeguar qetësisht një model të ri teknologjik për energjinë e pastë. Ajo nuk e vuri re kur Charlotte ju afrua nga pas. Dhe pastaj plak, një copë tortë u përplas në supin dhe pjesërisht në flokët e Arianës. Salla u mbush me heshtje të rëndë. Disa njerëz mbajtën frymën, të tjerë kthyen kokën me buzëqeshje të sikletshme. Kamera e një telefoni u ngrit shpejt. Charlotte qeshi me zë. Ops, më fal, mendova se ishe një nga shërbyeset. Ishte një fjali e thjesht, por e mbushur me përçmim, racizëm dhe arrogancë. Investitori përballë Arianës u shtang. Kamerieri u ngrir. Disa gra shikonin poshtë, duke mos dashur të përfshiheshin. Ariana qëndroi pa lëvizur për disa sekonda. Ajo fshiu ngadalë kremin nga supi i saj me një pecet. Nuk bërtiti, nuk u zemërua, nuk qau. Ajo ngriti syt dhe e pa Charlotte drejte në sy. Një vështrim i qetë, i thellë, i rrezikshëm. Mos u shqetëso, tha Ariana me zë të ulët, por të prerë. Gabimet tregojnë shumë për njerëzit. Charlotte u hutua për një moment, pastaj qeshi sërish, këtë herë më fort, për të mbuluar sikletin. Relaksohu, ishte shaka. Mos e merr kaq seriozisht. Ariana nuk tha asgjë tjetër. Ajo u kthye, mori çantën e saj dhe u largua nga salla mes murmurimave. Shumë menduan se ajo u largua e thyer, por askush nuk e dinte të vërtetën. Askush nuk e dinte se vetëm 15 minuta më vonë, Ariana Kelmendi do të hynte në një dhomë private në katin e sipërm të hotelit, ku e prisnin përfaqësuesit e 3 fondeve ndërkombëtare dhe një kompanie energjie globale. Askush nuk e dinte se aty do të diskutohej marrëveshja më e madhe e karrierës së saj. Dhe mbi të gjitha, askush nuk e dinte se emri i Charlotte Hitmore ishte përmendur tashmë në atë dhomë, jo si fituese, por si humbëse. Por për ta kuptuar se si Ariana arriti deri këtu, duhet të kthehemi shumë vite pas. Në një lagje të varfër, në një shtëpi pa ngrohje, tek një vajzë e vogël që mësoi shumë herët se bota nuk fal. Nga varfëria në fuqi absolute. Shumë vite përpara se Ariana Kelmendi të shkelte në sallat luksoze të Manhattanit,
para se emri i saj të përmendej në revista financiare dhe konferenca botërore. Ajo ishte thjesht një vajzë e vogël në një lagje të harruar nga shteti dhe shoqëria. Lagja quhej Bregu i Zi, një vend ku shtëpitë ishin ndërtuar me tulla të vjetra, ku dritat shpesh fikeshin dhe ku ëndrat shuheshin më shpejt se qirinjt në dimër. Ariana ishte vetëm 8 vjeçe kur e kuptoi për herë të parë se jeta nuk ishte e drejtë. Fëmijëria që nuk e përkëdheli. Babai i saj punonte herë pas here si punëtor krahu. Nëna pastronte shtëpitë e të pasurve në qytet. Ariana e mbante mend nënën e saj, duke u kthyer çdo mbrëmje me duar të qara nga kimikatet dhe me shpinë të përkulur nga lodhja. Mami, pse ata kanë kaq shumë e ne kaq pak? E pyeste ajo një natë. Nëna buzëqeshi me hidhërim. Sepse disa lindin në katin e sipërm të jetës, bija ime. Të tjerët duhet të ngjiten shkallë për shkallë. Ariana nuk e harroi kur atë fjali. Në shkollë, ajo ishte nxënëse e shkëlqyer. Jo sepse i pëlqente shkolla, por sepse e shihte dijen si rrugë shpëtimi. Librat ishin vendi i vetëm ku ajo ndjehej e barabartë me çdo tjetër. Por edhe aty, realiteti e godiste fort. Një ditë, mësuesja kërkoi që nxënësit të sillnin laptop për një projekt. Ariana nuk kishte. Ajo u ul në fund të klasës, duke shpresuar të mos vihej re. Ariana, pse nuk ke laptop? Pyeti mësuesja. Një vajzë tjetër qeshi. Sepse familja e saj mezi ka bukë. Të qeshurat shpërthyen. Ariana nuk qau. Ajo shtrëngoi dhëmbët. Atë ditë, ajo bëri një premtim në heshtje. Një ditë, ata do të qeshnin me admirim, ose do të heshnin nga frika. Hapi i parë drejt ndryshimit. Në moshën 16 vjeçare, Ariana fitoi një bursë për të studiuar jashtë vendit. Ishte hera e parë që largohej nga shtëpia, nga varfëria, nga gjithçka që e kishte mbajtur peng. Universiteti ishte një botë tjetër. Student me mbiemra të famshëm, fëmijë diplomatësh, trashëgimtar fondesh, vajza dhe djem që nuk e dinin çfarë do të thoshte të zgjidhje mes ushqimit dhe librave. Në fillim, Ariana u ndje vogël, e padukshme, por ajo kishte diçka që të tjerët nuk e kishin, uri. Uri për dije, uri për sukses, uri për të provuar veten. Ajo punonte natën në një kafene, ditën studionte. Fundjavat i kalonte duke mësuar programim dhe teknologji energjie. Një profesor e vuri re. Ti nuk je thjesht studente e mirë, i tha ai një ditë. Ti mendon ndryshe. Ai e futi në një projekt kërkimor për energjinë e pastër. Aty filloi gjithçka. Ideja që ndryshoi gjithçka. Ariana vuri re një problem që askush tjetër nuk po e merrte seriozisht. Humbja masive e energjisë në rrjetet ekzistuese. Ajo kaloi ne të tëra duke projektuar një sistem inteligjent që optimizonte shpërndarjen e energjisë në kohë reale, duke përdorur algoritme të avancuara. Kur e prezantoi idenë, shumë qeshën. Një vajzë e re nga një vend i vogël mendon se do të rregullojë energjinë botërore, por ajo nuk u ndal. Pas diplomimit, askush nuk donte ta financonte. Jo sepse ideja ishte e keqe, por sepse ajo nuk ishte emri i duhur. Ariana shiti makinën e vjetër të babait. Mori kredi, fjeti në zyrë. Kompania e saj pothuajse falimentoi 3 herë, por herën e 4 funksionoi. Një qytet i vogël pilot përdori sistemin e saj. Kursimet ishin të mëdha. Efikasiteti u rrit ndjeshëm. Lajmi u përhap, nga askush në kërcënim. Brenda 5 vitesh, kompania Arianës u bë një nga emrat më të kërkuar në teknologjinë e energjisë së pastër. Qeveri, korporata, fonde investimi, të gjithë donin një pjesë. Por suksesi i saj nuk u prit me duar trokitje nga të gjithë. Familjet të vjetra financiare ndiheshin të kërcënuara. Dhe mes tyre ishte edhe familja Hitmore. Charlotte Hitmore ishte mësuar të fitonte pa luftë, të merrte pa rrezik, të sundonte pa pyetje. Por tani në tryez ishte një grua që nuk vinte nga trashëgimia, por nga merita. Kthimte mbrëmja fatale. Në katin e sipërm të hotelit në Manhattan, Ariana po ulej përballë 3 burrave dhe një gruaje, drejtues të fondeve më të mëdha energjetike në botë. Atmosfera ishte serioze. E pam incidentin poshtë, tha njëri prej tyre, dhe sinqerisht mënyra si reagove na tregoi më shumë se çdo prezantim. Ariana buzëqeshi lehtë. Biznesi kërkon qetësi, jo ego. Një tjetër shtoi. Hitmore po përpiqet të bllokojë këtë marrëveshje. Por ne besojmë se ardhmja nuk i përket mbiemrave, por zgjidhjeve. Në atë dhomë po formohej diçka historike, por marrëveshja nuk ishte mbyllur ende.
Dhe Charlotte hitmore nuk kishte thënë ende fjalën e saj të fundit. Loja e piste elitës dhe qetësia e një gruaje që di çfarë vlen. Ndërsa Ariana Kelmendi po fliste qetësisht në dhomën private të katit të sipërm, poshtë në sallën e madhe të hotelit, atmosfera kishte ndryshuar. Charlotte hitmore nuk po qeshte më. Telefonin e mbante fort në dorë, thonë t'i ishin futur në ekran, ndërsa fytyra e saj e përsosur kishte humbur ngjyrën. Një nga miqtë e saj sapo i kishte përshpëritur diçka në vesh. Ajo gruaja, Ariana, ajo është CEO-ja për të cilën po flasin të gjithë investitorët sonte. Charlotte u ngrir. Çfarë? Po, fondet japoneze, gjermanët, edhe Aurora Energy janë këtu për të. Jo për ne. Për herë të parë në jetën e saj, Charlotte ndjeu diçka që nuk e kishte njohur kurrë. Frikë. Jo frikë fizike, por frikën e humbjes së kontrollit. Paniku pas arrogancës. Charlotte u largua nga grupi i saj dhe u fut në një cep të sallës. Ajo telefonoi baban e saj, Richard Hitmore. Njeriun që kishte ndërtuar perandorin financiare mbi lidhje, ndikim dhe presion të heshtur. Babi, kemi problem, tha ajo me zë të ulët, por të dridhur. Çfarë lloj problemi? Ajo grua, Ariana Kelmendi. Ajo është në katin e sipërm, po negocion me Auroran. Në anën tjetër të telefonit ra heshtje. Pastaj një zë i ftohtë. Ajo. Richard e njihte shumë mirë atë emër. Ishte emri që kishte filluar të shfaqej në raportet e rrezikut, në analizat strategjike. Një kompani që nuk kontrollohej. Një mendje që nuk blihej lehtë. Çfarë i bëre? Pyeti ai. Charlotte hezitoi për një moment. Asgjë serioze, vetëm një shaka. Charlotte, zëri i tij u bë i ashpër. Më thuaj sakt. Ajo gëlltiti për shtymën. I hodha pak tort. Në telefon u dëgjua një frymëmarrje e rëndë. Aje e çmendur. Charlotte nuk ishte dëgjuar kur baban e saj të fliste kështu. Ti e poshtërove publikisht një grua që mban në dorë të ardhmen e energjisë. A e kupton çfarë ke bërë? Ishte askush. Shpërtheu Charlotte. Askush pa mbiemër. Gabim, u përgjigja i ftohtë. Ajo është dikush pa zinxhir. Dhe kjo është më e rrezikshme se çdo trashëgimi. Loja e fundit e pistë. Richard Hitmore nuk ishte njeri që dorëzohej. Nëse nuk mund ta blinte Arianën, ai do të përpiqej ta diskreditonte. Brenda pak minutash telefonata u bën. Gazetaru njoftuan. Thashe theme u shpërndan me shpejtësi. CEO-ja e re ka probleme ligjore. Kompania e saj ka rrezik teknik. Burime anonime dyshojnë për fryrje shifrash. Një lojë e vjetër. Shumë herë kishte funksionuar, por këtë herë kundërshtari ishte ndryshe. E vërteta që nuk dridhet. Në katin e sipërm, një nga investitorët ia zgjati Arianës telefonin. Po dalin lajme. Të reme por të shpejta, tha ai. Ariana i hodhi një sy ekranit. Nuk u trondit. Nuk u nxe. E prisja, tha ajo qetësisht. Ajo nxori laptopin e saj dhe hapi një dosje. Çdo shifër që kemi deklaruar është audituar nga 3 palë të pavarura. Çdo kontratë është dokumentuar. Dhe çdo sulm është i regjistruar. Njëra nga drejtueset e fondit buzëqeshi. Ti nuk je këtu për të mbrojtur, tha ajo. Ti je këtu për të sunduar. Ariana ngriti sy. Jo, u përgjigja ajo. Jam këtu për të ndërtuar diçka që nuk mund ta ndalni me thashetheme. Përballja e papritur. Teksa takimi po afrohej drejt kulmit, dera u hap. Charlotte Hitmore hyri brenda. Fytyra e saj ishte tensionuar, buzëqeshja e zhdukur. Ajo nuk ishte më mbretëresha e sallës, ishte një vajzë që po humbiste fronin. Më falni për ndërprerjen, tha ajo me zë artificialisht të butë. Doja të sqaroj një keqkuptim me Kelmendi. Të gjithë sytë u kthyen nga Ariana. Ariana u ngrit ngadalë nga karrigia. Nuk ka keqkuptime, tha ajo qetësisht. Ka vetëm veprime dhe pasoja. Charlotte u përpoq të buzëqeshte. Ishte vetëm një shaka. Nuk kishte qëllim. Ariana u afrua një hap. Kur ke pushtet, tha ajo, shakat janë luks. Jo të gjithë e përballojnë. Heshtje. Një heshtje që peshonte më shumë se çdo fjalë. Charlotte e kuptoi në atë moment. Lojën e kishte humbur, por marrëveshja ende nuk ishte shpallur publikisht. Dhe vendimi final do të trondiste jo vetëm familjen Hitmore, por gjithë botën financiare. Marrëveshja që ndryshoi gjithçka.
Salla e konferencave në katin e sipërm të hotelit ishte zhytur në një qetësi të rëndë. Ajri duke i trash si para një stuhie. Çdo sy ishte i drejtuar drejt Arianës, e cila qëndronte në këmbë, me shpinë drejt dritares panoramike nga ku Manhattan dukej si një qytet i nënshtruar në dritat e natës. Charlotte Hitmore kishte mbetur pranë derës. Nuk ishte më e ftuar. Ishte thjesht e pranishme pa ftesë. Një nga drejtuesit e Aurora Energy, një burr rreth të 60-tave me flok gri dhe za autoritar, e theu heshtjen. Zonja dhe zotërinj, tha ai, kemi diskutuar për orë të tëra. Kemi parë shifrat, rrezikun, potencialin. Tani është koha për vendim. Charlotte e mbajti frymën. Ariana nuk lëvizi. Aurora Energy, vazhdoi ai, ka zgjedhur të hyjë në partneritë strategjik afatgjat me kompaninë e Ariana Kelmendi. Një pauzë. Vlera totale e marrëveshjes. 4 miliard dollar. Fjalët ranë si çekan. Njëra nga përfaqësueset e fondeve evropiane buzëqeshi. Një investitor japonez uli kokën me respekt. Dikush filloi të duartrokiste ngadalë me peshë. Charlotte u mbështet pas murit. Fyma i iku nga mushkëri. Kjo është e pamundur, përshpëriti ajo. Fitoria pa zhurmë. Ariana nuk u hodh nga gëzimi. Nuk ngriti duart. Nuk kërkoi vëmendje. Ajo thjesht shtrëngoi duart me drejtuesin e Aurora Energy. Faleminderit për besimin, tha ajo. Nuk do t'ju zhgënjej. Zëri i saj ishte i qetë, por brenda atyre fjalëve kishte vite sakrifice. Net pa gjumë dhe një luftë të heshtur kundër një bote që nuk e donte në maj. Charlotte bëri një hap përpara. Prisni, tha ajo me zë të dridhur. Familja ime, ne kemi qenë partner të Auroras për dekada. Drejtuesi e paftoht. Dhe kjo marrëveshje tregon se dekadat nuk mjaftojnë më. Një thikë e padukshme u ngul në krenarinë e saj. Poshtërimi i kthyer në mësim. Ariana ju afrua Charlottes. Jo për hakmarrje, jo për spektakël, vetëm për të mbyllur një kapitull. E mban mentortën. E pyeti ajo qetësisht. Charlotte uli sy. Po. Sot mësove diçka që unë e kam mësuar që fëmijë, tha Ariana. Njerëzit që duken të vegjël shpesh mbajnë gjëra të mëdha. Charlotte nuk foli. Nuk kishte më fjalë. Reagimi që tronditi elitën. Brenda një ore, lajmi u përhap. CEO-ja që u poshtërua publikisht nënshkruan marrëveshjen 4 miliard. Një grua pa trashëgimi mposht një dinasti financiare. Një incident me tort, një fitore historike. Mediat shpërthyen. Kamerat prisnin Arianën jashtë hotelit. Mikrofonu zgjatën drejt saj. E Kelmendi, çfarë mendoni për atë që ndodhi sonte? Pyeti një gazetare. Ariana ndaloi për një moment. Sot nuk fitova kundër dikujt, tha ajo. Fitova për diçka. Për punën, për dinjitetin, për të ardhmen. Dhe pastaj u largua, pa kthyer kokën. Rënja e heshtur e Hitmore. Për familjen Hitmore, nata nuk përfundoi me shampanjë. Partneru tërhoqën. Fonde rishikuan kontratat. Emri i tyre nuk ishte më sinonim i sigurisë, por i arrogancës. Charlotte qëndroi vetëm në suitën e saj luksoze, duke parë ekranin e telefonit të mbushur me lajme. Ajo e kuptoi më në fund. Paratë e vjetra nuk e blejnë të ardhmen. Por historia nuk mbaron këtu, sepse ajo që Ariana bëri më pas ishte edhe më e fuqishme. Digniteti që nuk blihet. Mëngjesi i ditës tjetër erdhi ndryshe për Ariana Kelmendin. Dielli i Manhattanit hynte ngadalë përmes dritareve të apartamentit të saj. Por për herë të parë pas shumë vitesh, ajo nuk u zgjua me ankth, as me frikë për hapin e radhës. Marrëveshja ishte mbyllur. Kompania e saj kishte siguruar jo vetëm kapitalin më të madh në historinë e saj, por edhe një vend të përhershëm në tryezën e fuqisë globale. Por fitoria e saj nuk kishte të bënte vetëm me shifrat. Ajo kishte fituar diçka shumë më të rrallë. Respektin e një bote që dikur e kishte nënvlerësuar. Një telefonat nga e shkuara. Teksa po pinte kafen, telefoni i saj ra. Ishte nëna. Bia ime, tha ajo me zë të emocionuar, po të shoh në televizor. Të gjithë flasin për ty. Ariana buzëqeshi. Mos u mërzit, mami, është vetëm punë. Nëna heshti për një moment. Jo, tha ajo më pas. Është drejtësi. Ariana uli sy. Ajo mendoi për duart e nënës së saj të qara nga pastrimi. Për netët pa ngrohje, për librat e vjetër që i lexonte në dritën e zbet. Gjithçka kishte vlejtur. Një vendim që askush nuk e priste.
Disa ditë më vonë, Ariana thiri një konferencë shtypi. Gazetarët prisnin një njoftim teknik, plan e zgjerimi, ndoshta emra partnerësh të rinj. Por ajo foli për diçka tjetër. Një pjesë e investimit të fundit, tha ajo para kamerave, do të shkoj për krijimin e një fondi bursash për vajza dhe djem nga familje të varfra, që duan të studiojnë teknologji dhe energji. Salla u mbush me murmurima. Sepse talenti, vazhdoi ajo, është kudo. Mundësit jo. Ishte goditja e fundit. Jo ndaj hitmoreve, por ndaj një sistemi që kishte ndërtuar mure të padukshme. Charlotte përballë pasqyrës. Në anën tjetër të qytetit, Charlotte hitmore qëndronte përballë pasqyrës në shtëpinë e saj të madhe dhe bosh. Telefonatat ishin rralluar. Ftesat kishin pushuar. Ajo kishte gjithçka dhe papritur asgjë. Në ekranin e televizorit shfaqej Ariana, duke buzëqeshur lehtë ndërsa fliste për fondin e bursave. Charlotte e uli kokën. Ajo e kuptoi më në fund se privilegji pa respekt është i brisht, dhe se poshtërimi që kishte dhënë, ishte kthyer në mësimin më të shtrenjtë të jetës së saj. Trashëgimia e vërtet. Muaj më vonë, Ariana u kthye në lagjen ku ishte rritur. Jo me kamera, jo me ceremoni. Ajo vizitoi shkollën e vjetër, dhuroi pajisje, laptop, libra. U ul me fëmijët dhe u tregoi historinë e saj. Mos lejoni askënd t'ju bëj të ndiheni të vegjël, u tha ajo, sepse bota ndryshohet nga ata që refuzojnë të përkulen. Një vajzë e vogël e pyeti, a do të bëhem edhe unë si ti? Ariana u përkul dhe buzëqeshi. Jo, tha ajo, do të bëhesh më e mirë. Mësimi i historisë. Kjo histori nuk është për tortën, as për 4 miliard dollarët. Është për dinjitetin, për qetësinë përballë arrogancës, për fuqinë që lind kur nuk lejon poshtërimin të thyej. Sepse ndonjëherë njerëzit që të nënvlerësojnë, janë ata që po të shikojnë për herë të fundit nga lart.